vendos pas dështimit dikmortit. Po. Kam përshtypjen që zona operative e Redimës, domethënë si prej pak zonave të ushtrisë tirimtare të Kosovës në këto procese të deri tashme nuk ka qenë shumë e përfshirë në procese të tilla. Prandaj jam i bindur që ka pas një plan të mirë organizuar për ta përfshirë edhe këtë zonë në këto çështje për cilat natyrisht që janë ballafaquar krerët e ushtrisë tirimtare të Kosovës në disa procese, siç kanë qenë më përpara procesi ndaj zotit Haradinaj dhe zotit Limaj, e tash së fundmi edhe ish krerët e ushtrisë tirimtare të Kosovës, që cilët po akuzohen. Prandaj, me të drejtë, në bindjen time, kjo mund të cilësohet si një tentativë e dikmarrjes 2 për ta përfshirë edhe këtë zonë që gradualisht në një formë ose formë tjetër të përfshihen në veprime të tilla, thuajse të gjitha zonat operative të ushtrisë tirimtare të Kosovës. E natyrisht kjo pastaj kur vjen në shprehje tentativa e tyre për të përfshirë në cilësi të dëshmitarëve të dhomave të specializuara, vetëm sa e forcon një bindje, një tezë të tillë se tentativa ka qenë pikërisht kjo. Prandaj mirë që së paku deri tash nuk kemi ndonjë indikacion që të njëjtit janë përfshirë në kuadër të proceseve që ndërlidhen me dhomat e specializuara, së paku nuk është thënë publikisht që të njëjtit janë përfshirë, se ndryshe do ta kompromitonte edhe më shumë një proces i cili në bindjen time tashmë vetëm sa është i kompromituar, i cili po zhvillohet në dhomat e specializuara dhe i cili është duke u shoqëruar në vazhdimsi me shkelje jo të pakta edhe të procedurës, mirë po edhe mbi të gjitha edhe të drejtave të akuzuarve, përfshirë shkeljen e parimeve bazë, siç i kemi diskutuar besoj edhe në studion tuaj, por gjithandej. Po do t'i kthehem më pas se do ju pyes edhe për çështjen thaçe dhe natyrisht edhe për dhomat e